mendon që Partisë Demokratike i duhet një reformim i thellë nga A-ja te Z-ja dhe shumë figura të reja që do t'ja rikthejnë me dinjitet opozitën Shqipërisë? Tani ka dy rrugë. Nëse epoka së Sali Berishës dhe berishizmit nuk i ka ardhur fundi, atëherë Sali Berisha do t'i japi fund kësaj partie. Dhe nuk do ketë më PD. Ti thua reflektim. Çfarë reflektimi kur këta duan të bëjnë gjë më të turpshme, duan protest. Protestot se na vodhën. Kush të vodhi ty? Vjedhja mund të ndodhi në rastin kur ka qenë asaj kohe kryetar bashkie i Tiranës Rama me Bashën, që ishte i rezultat 10 vota mos gaboj. Aty dhe ndodh vjedhja. Po në një rezultat kaq të thellë, si mund t'jesh ti një demokrat, tani drejtojmë demokratëve këtu, kaq i verbër, sa të vazhdosh të protestosh për të mbrojtur interesin personal të një njeriu të vetëm, duke mbajtur peng gjithë Shqipërinë, gjithë opozitën.